Dhe këta tash së bashku kanë vendosur që në radhë parë të heqin nga këmbët e të projektuarit të tyre për të marrë PS-n, sepse Rama është duke u larguar, siç do ta shpjegoj më vonë, kur të flasim. Po largohet Rama nga PS-ja? Po besojnë në pranverë 2027 jep dorë heqjen dhe do kandidojë për president. Në maj qershor ke fushat zgjedhjesh presidenciale nga populli. Dhe Rama do të jetë kandidat. Atëherë, ky është një konspiracion i ri me sa po shoh, se s'kam ndjenjë për këto konspiracion. Në konspiracion kushtetuta që ne kemi përcakton që Shqipëria është republikë parlamentare. Do ndryshohet kushtetuta. Do ndryshohet kushtetuta. Do filloj që në fjeshtën e vitit të ardhshëm deri në fillim pranverës së vitit 2027. Ke informacione konfidenciale nga dy kampet e mëdha politike? Po. Apo do blej më thon në ufot. Po qartë, po duhet